Një aksidenti trafik është regjistruar në aksin rrugor Korç-Bilisht në dishezën e fshatit Belorta, ku janë përfshirë 3 automjete. Sipas të dhënave, dyshohet se aksidenti ka ndodhur si pasojë një manovre të gabuar nga ana e njërit prej drejtuesve të mjeteve me targa të huaja, i cili është përplasur kok më kok me një mjet tip Foristrad. Më pas në aksident është përfshirë dhe një mjet i tretë, i cili ka marrë goditje nga pas. Si pasojë e përplasjes, ka mbetur i lënduar një efektiv policie pranë drejtorisë vendore të policisë Korç, i cili ndodhej me uniformë dhe ishte duke shkuar për të marrë shërbimin. I lënduari ka pësuar dëmtime në pjesë të ndryshme të trupit dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Korçës. Burime nga bluzat e bardha bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë ky aks rrugor vijon të mbetet problematik për shkak të mungesës së sinjalistikës dhe ndriçimit në disa segmente, si dhe pranisë së disa kryqëzimeve të rrezikshme, të njohura si njolla të zeza, ku shpesh kanë ndodhur aksidente me pasoja të rënda.